po prindi ka kaplu frika që nëse rrit një fëmijë të sjellshëm, të edukum, të urtë në këtë shoqëri, ai ka me qenë viktimë e nxënësve tjerë deri te rastet ekstreme kur e kapin për fytje edhe rrëzojnë një fëmijë, janë gjendje edhe me myt. Kushtimisht po them, se për mendimin tim, nëse një fëmijë kapet prej fëmijëve tjerë për fytje, edhe ka dëshmi në përgjykata që është lëndu, atëherë qysh ti me pas guxim edhe fëmijës tonë mi thonë ti rre orët edhe nëse vërtet dikush. Domethënë po duhet mi trajnu Spider-Man api fillimit. Të një shkollës në qytetin e kryeqytetin e Kosovës Prishtinë. Nana i bëj ke lutje mos merr tik në shkollë. Se ke të marr, i bëj ke lutje mos merr. Tha nëse okay tha s'po marr, sinqerisht kështu ka qenë. S'po marr, tha veç nëse mua tha më ndodh diçka, kush ta jap llogari për mua. Domthon ai nuk i kishte marr tikën me veti për me dëmtu dikën, po për vetë mbrojtje. Prandaj jena si shoqni që nuk i raportojnë rastet. Për shembull, nëse nona në këtë rast është dashur me e thirr në telefon drejtorin e shkollës, eventualisht policinë, domethënë djali jam po don me marr thikse, po ka frikë prej nxënësve. Në rastin konkret që e përmendet Gane që ju referut tash sfundi, është një prej rasteve që domethënë ka në zyret e na, e ka tregu rastin komplet dhe kjo ka ndodhur diku përpara 2 viteve dhe në pyetjen time drejtuar prindit se pse nuk e ke njoftuar organet kompetente policinë, thjesht përgjigjja ka qenë se nuk e kam ditë që do të më shku me njoftu policinë për arsye se jam kanë shumë e shqetësume për atë që ai ka ndodhur fëmijës time dhe krejt për kujt kam kërku përgjegjësi ka qenë drejtori dhe kujtësarja e klasës, e cilët nuk e kanë raportuar rastin. E që shpesh drejtorët e shkollave kanë tendencë me mbulu rastet që mos mi dalë zani keq i shkollës. Po, është e vërtetë. Ka raste kur nuk kam luftuar për ndëshkohen rastet tilla drejtorat, ai s'dasht më ndëshku. Po patjetër. Në aspektin ligjor, nëse vërtetohet që ka patur neglizhencë, thash edhe më herët, nga ana e autoriteteve kompetente të shkollës, sigurisht që duhet me ndërmarrë masa disiplinore ndaj tyre. Se fatke që shoqnin ton, kushdo që është i fortë ka me mbjetu. Sigurisht. Sa dush me qenë problem nëse ki krahun e fortë, sipas shumë nanave, ti problemet e tua në shkollë që jenë nxënës kanë më të minimizu. Je fëmijë i bosit, veç kanë më të shku kratë përpara dhe kush del ti lëndaje pa problem, po kime vazhdu shkollimin. Unë prandaj e këmë thonë vazhdimisht që na të dhonë të drejta të tepërta, për shembull në klasë, ai ka drejt me bë zhurmë, ka drejt çka don sepse është i obliguar prej një ditë me krye mësimin edhe ti çka do që po ban nxënës se s'ki drejt me pengu.